Do befasoheni me atë që ndodh nëse masazhoni këtë pikë të veshit. Veshi konsiderohet si një mikrosistem i organizmit të njeriut dhe akupunktura e të dëgjuarit është në fakt një masazh në pjesë të caktuara të veshit. Ky trajtim është provuar të jetë një metodë mjaft efektive kundër kushteve të ndryshme shëndetësore. Në vitet 50, një neurolog francez, Dr. Paul Noguer, zbuloi se veshi mund të krahasohet me një hartë dhe se veshi lidhet me aspektet emocionale, anatomike dhe fiziologjike të trupit. Për shembull, nëse ju masazhoni një pikë të caktuar të veshit, ajo quhet si pika anatomike që mund të lehtësojë dhimbje të caktuara. Më vonë, një mjek amerikan, Terry Olson, kreu një studim të lidhur me akupunkturën e veshit. Ai pohoi se një nga ekzaminimet e thjeshta të veshit të personit zgjidhi se një pjesë e veshit ishte shumë më ndjeshme dhe ishte në gjendje të përcaktonte gjendjen shëndetësore të pacientit deri në 75% me saktësi. Kjo pikë e veshit mendohet të jetë mjaft efektive ndaj kushteve të ndryshme mendore dhe fizike, si frika, stresi, dhimbjet dhe inflamacionet. Ajo gjendet dhe heq depresionin, pagjumsinë dhe ndjesinë e tepërt. Kjo pjesë e veshit ndihmon gjithashtu në detoksifikimin e trupit. Ndodhet në pjesën e sipërme në kanalin e pasëm të veshit.